Kur lexoi emrat e kandidatëve për deputet të Gjirokastrës, drejtuesja politike Mirela Kumbaro tha se Tërmet Peçi është personalitet me karrierë të mirëfillt politike dhe intelektual dinjitoz, që i bën der Partisë Socialiste të jetë përfaqësues potencial në Parlamentin e Integrimit të Shqipërisë 2030. Nuk na bëri përshtypje që vlerësimin për nivelin e Tërmet Peçit Mirela Kumbaro e lexoi me siklet, nga që atë CV i kishte dhënë Babloku, por ajo e lexoi duke e shoqëruar me buzëqeshje ironike, sepse është për të qeshur e për të vënduar në kokë që PS-s i erdhi dita ke drejtuese deputet figura groteske dhe analfabet me 2-3 diploma universitare si Tërmet Peçi dhe shumë tërmetër të tjerë në çdo bashki e qark. Në këtë drejtje, PS dhe grupin e saj parlamentare ka ta ndisi Edi Rama, i cili sa erdhi në krye të partisë, nëpërmjet klanit të tij me sharlatan, ignorant, zuzare kusar, largoi politikanët profesor, specialiste me profil dinjitoz, duke i zvendësuar me kriminalet dallkauk. Kështu Edi Rama e ka ta ndisi PS-n që pas 34 vitesh ndryshim sistemi dhe gati për NBE, publicitari Tërmet Peçit futet në Parlamentin e Shqipërisë si pasues i profesorëve Tepelenase Temruka, Luan Memushi, Elmas Sherifi, madje edhe Igra Mozruçit. Kandidati Tërmet Peçi ka deklaruar se në moshën 40 vjeçare është diplomuar paralelisht për mësues histori gjeografie dhe për administrim publik në Universitetin e Gjirokastrës, por nuk deklaron nëse e ka kryer apo jo shkollën e mesme dhe në cilin vit, por potencial intelektual i PS-s, përveç publicitari Tërmet Peçi, në 18 vitet e drejtimit të kësaj partie nga Edi Rama kanë qenë dhe janë akoma shumë të tjerë si Tërmeti në kryesinë e partisë, Parlament, kryeministri në krye të drejtorive, policisë, bashkive, prefekturave. Fakti është ky, Babloku e mori partinë me drejtues profesore intelektual dinjitoz dhe ka mbushur me puthador, dallkauk, hajdut e kriminal, gjysma e cilëve kanë përfunduar në burg e të tjerët me të në krye janë kontingjent të SPAK-ut.